Përshëndetje, mirë se vini në RTK Green. Në vazhden e emisioneve për mbeturina dhe për ndotjen e lumenjeve pas vërshimeve, do të kemi edhe sot pra si aktualitet, e në fakt do të flasim se si vërshimet nxorren në pa një problem të përsëritur, jo veç për një dekadë, por edhe më shumë. Megjithatë, vetë vërshimet nuk është se po i nxjerrin në pak të mbeturina, ato siç duket janë në ato pjesë, në ato zona, edhe vetë shkaktari i njeri që ka ndikuar edhe në vërshime, edhe në mbeturina, por edhe në ndotje gjithashtu. Por është më rëndësi të dimë se çfarë krize jemi duke e përballuar aktualisht dhe a do të ndikojë që më pas Kosova të ketë edhe probleme ndërkufitare, sepse mbeturinat nuk ndalen në Kosovë, duke qenë se gjithë lumenjet pra derdhen jashtë Kosovës. Për atë arsye do të flasim edhe me të dhëna konkrete nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit tek Ministria e Mjedisit. Kemi të ftuar zyrtarin e lartë në këtë agjenci, zotrin Taveselaj, mirë se erdhe. Më shumë kënaqësi. Dhe nga Prizreni Shoqëria Civile, drejtorin ekzekutiv të Bunar Fest, drejt Mërseli, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Do të flasim se si Lombardi është, si duket, ndër më të pasurit, por edhe ndër më të pastërt gjithashtu. Por megjithatë, aspekti i të dhënave zyrtare shtetërore shumë më rëndësi të kuptojmë se si është tash aktualisht gjendja e mbeturinave pas vërshimeve. Po faktikisht, përshëndetje edhe herë të gjithë. Faktikisht problematika e mbeturinave pas luftës së Këndejit në Kosovë është ballafaquar me një trend edhe me sfidat të shumta sa i përket menaxhimit të mbeturinave, por arsye se kjo është ballafaquar në mungesë të stafit, në mungesë të mjeteve teknike, në mungesë të kompanive, dhe ky trend dhe kjo situatë e menaxhimit të mbeturinave në nivel vendi është përcjellë edhe deri në ditët e sotme. Nëse bëjmë një krahasim në lidhje me trendin e gjenerimit të mbeturinave në nivel vendi, për shembull, ne faktikisht në vitin 2024 kemi një gjenerim total të mbeturinave për 449.000 tonë mbeturina të cilët gjenerohen dhe janë të ngrumbulluar, ndërsa nëse krahasojmë me vitin 2023, kjo volum, ta them, e grumbullimit të mbeturinave ka rënë për arsye se kjo ka qenë 473.000 tonë. Domethënë kemi një rënje sa i përket grumbullimit, por në aspektin tjetër Vala, mund të të pyes, pse rënje? Për arsye se këtu kemi rënje për arsye se këtu mund të vlerësohet si është edhe trendi i regjistrimit të popullatës, që ka ndodhur në vitin 2024, kemi rënje të popullatës të cilët janë rezident në Kosovë. Për arsye se migrimi ka bërë të vetën, edhe kjo ka ndryshuar pak edhe situatën sa i përket gjenerimit të mbeturinave, për arsye se faktikisht po kemi një rrëmje prej 23.000. Nuk është se ne nuk kemi shumë mbeturina, por vetëm se kemi më pak njerëz. Kemi pak njerëz, kemi mbeturina kemi. Nuk mujmë me thonë që nuk kemi mbeturina. Kemi mbeturina. Për arsye se nëse përpjestojmë këto me kokë banori, atëherë kemi prej 240 kilogram për kokë banori në vetë, tash e kemi 293. Domethënë që është rritur sa i përket gjenerimit të mbeturinave për kokë banori. Se është rritur? Për arsye se është rritur edhe standardi në këtë drejtim, edhe që ky volum i tërë i mbeturinave mund të përpjestohet me numrin banorëve rezidenciare në Kosovë dhe na nxjerr këtë rezultat. Para se të kaloj tek të flasim edhe për Lombardin, veç edhe një pyetje t'ja bëj. Cili lum është më i ndotur edhe për mbeturinat që shihen, jo vetëm për ato që nuk shihet? Po dëgjoni, tash po bëjmë vetëm një krahasim shumë thjesht. Vetëm ne kemi 4 pezë lumore, dhe të cilët përfshin 7 regjone, të cilët bëhen grumbullimi i mbeturinave. Vetëm po nisim tek regjoni ose te pellgu i Drinit të Bardhë, i cili përfshin 3 regjone të mëdha, dhe kemi një grumbullim prej 167.000 tonë mbeturina në kuadër të këtij pellgut. Po faktikisht, sipas statistikave të vitit 2024, ne kemi një rënje të mbulueshmërisë së grumbullimit të mbeturinave. Domethënë kemi pasur vitin 2023 kemi pasur 93.5%, tash në vitin 2024 kemi një rënje prej 90.9%. Është e mira kjo që rënja?
Por Romja tashti, matematika ka ndryshuar edhe me regjistrimin e popullatës, për shkak të ekonomisë familjare. Dhe kjo janë statistikat e sakta. Tash nëse e marrim përfësi për këtë që po them, kemi një statistikë prej 9.3% të mbeturinëve të cilët nuk grumbullohen në një nivel vendi. Dhe nëse këto e përpjestojmë për shembull me 167.000 ton, atëherë në rezultati se ne kemi afërsisht 15.000 ton mbeturina të cilët në kodër të pellë Gudrinit Barë nuk grumbullohen. Kjo është një vlerësim që mund të themi. Se pas na menduar që mbeturinat janë kaq matematike. Edhe nëse nisëm nga kompozicioni që është fragmentimi se përqindje që janë mbeturinat, atëherë mund të themi se prej 15.000 tonëve 20% e tyre janë plastik, domethënë mbetet plastikës, dhe që nëse nxjerrim një përfundim ose një vlerësim nga kjo matematikë, atëherë deri se kemi mbi 3.000 tonë mbeturinat plastikës të cilët gjenerohen dhe mund të hudhen në ambientin e jashtëm mjedisor. Dhe nëse kalkulohet prapë kjo, që minimumi që të jetë 5% që mund të përfundojnë në lumej, në bazë të studimeve që kanë treguar që 5% gjithmonë mund të përfundojnë në lumej ose në deta apo në akumulacione, atëherë po del se prej kësaj sasie totale vetëm në pellkun e Gudrinit të Barë mund të jetë afërsisht 155.000 ton, domethënë mbeturina të plastikës, të cilët kjo është mëse realitet. Mirë po, pse po nisim nga kjo? Se ne kemi edhe raportet e OECD-s. OECD që është organizata ekonomike për edhe zhvillim, që grumbullon mbi 38 shtete më të veçantë të botës. Një raport i tyre që është publikuar për shembull për gjenerimin edhe keq menaxhimin e plastikës në nivel botëror. Del se kemi 83 milion ton mbeturina që keq menaxhohen nga plastika. Dhe prej tyre përfundojnë prej 13 deri në 19 milion përfundojnë në ambientet e mjedisore, domethënë në ambientet e hapura. Edhe nga kjo është nxjerrë një statistikë që 5.8 milion ton përfundojnë në oqeane edhe tjetër. E vërtet është kjo. Sa mund të përfundojnë për shembull për këtyre mbeturinave, sa I keni parë në Lombard këtyre ditëve pas vërshimeve, se rritjes së ujit, se në Lombard nuk pati vërshime? Jo, gjendja ka qenë pak më e menaxhueshme në atë zonë, mirë po nëse kemi menduar në aspektin e shifrave matematikore, për neve është gjithë aspekti vizual I cili mundemi me vrejt. Lombardi është pjesa ku na si festival e zhvillojnë aktivitetin kryesor. Edhe për neve është e rëndësishme, edhe si rrjedhoj ka ardhur puna që ne me ngrit zonën edhe një pjesë të buxhetit që kemi për festivalin e adresojmë për ngritjen e vetëdijsimin e popullatës edhe atij regioni për çështjen e ndosjes, për arsye se festivali Bunarfest është një garë në Lum, ku garus të ndryshëm marrin pjesë. Ky është aktivitet që organizohet një herë në vit, edhe në fillimet tona, se tash është veç edicioni 22, në fillimet tona, momenti kur ne kemi përcaktuar datën e garës, na është dashur me kujdes për pjesën e mbeturinave, edhe disa inerteve që aty kanë mujt me has garus, sepse garus kanë ardhur prej gjitha vendeve të ndryshme dhe ideja ka qenë që ata mos me hasme ndonjë pengesë të pakalueshme, sepse për një periudhë një vjeçare ndryshojnë shumë gjërat në shtratin e lumit, si në rrjedhën e tij, po ashtu edhe në prurin e mbeturinave. Organizojmë tryeza të ndryshme ku mundohemi aktorët cilët e përbëjnë qatë zinxhirin e madh për mujt me I pru bashkë që me aktivitetet të ndryshme me ndiku në një lumë më të pastër. Segmenti I shtratit në pjesën e qytetit është për të përshëndetur edhe për të lavdëruar puna e hidroregionit jugore, cila edhe në aktivitetet tona nuk priton edhe bashkangjitet edhe në ndihmon. Ajo pjesë në aspektin vizual duket bukur, por me një rritje të nivelit të ujit vijnë pa pastaj prurjet, edhe për këtë arsye vitin e kaluar kemi organizuar një tryezë ku kemi thirrë edhe kështu pjesët e fshatrave që ose bizneseve që janë përgjatë
shtratit të Lumbardhit, për me mujtë marrë të një, na kemi dashur me ndëgju dhe zërin e tyre. Se ata po udhin Betorina, apo çka keni gjetur nga ky takim për shembull? Ajo ka qenë veç si iniciativë ku ka qenë pjesë edhe drejtoria komunale e shërbimeve publike, po ashtu edhe hidroregioni ku është diskutuar ndoshta mund kjo rritja e vizitës edhe e mbledhjes të mbetorinave, pasi që ato mbetorina gjenerohen edhe me një moment, ndoshta për shkak të mundësisë për me ashtu, po ose vërshimet mandej në ato pikat grumbulluese ku krijohen për qytetarët, për bizneseve, rritja e nivelit e vjen ata merr me vete mbetorina, kalojnë nëpër prizon e pastaj edhe në atë pjesën e pikës fundit në Vërmice edhe në Por në këto vërshimet Lumbardhi nuk u përfshije kësaj here ose Jo, nuk ka pas ndonjë situatë emergjente. Po dhe nuk pati ndonjë rritje të madhe të nivelit të lumit, si herave të tjera. Është pa një rritje, po kjo ka ndodhur viteve të fundit, edhe para 2 viteve ka qenë njëjtë çështja e ngritjes së nivelit, po pa ndonjë dam të theksuar, kështu që. Sigurisht do të kthehem sërish te ju, se edhe në aspektin zyrtar është shumë rëndësi të shtetit të dimë se absolutisht ju çdo vit si agjenci bëni raporte të ndryshme, faktike, jo vetëm për mbetorinat, por edhe për ndotjen e ajrit të lumenjeve të ujit e tjerë. Por me që jemi këtu tek mbetorinat që lidhet me lumenje, çfarë ndodh pas këtyre raporteve? Ju jeni pjesë e Ministrisë së Mjedisit si agjenci të cilët i merrni dhënat nga terreni. Dhe më thënë, nëse për 10 vite së paku i kemi të njëjtat ndotje, të njëjtat vërshime, të njëjtat mbetorina, ku shkojnë raportet e juja, ku dëgjohen ose a dëgjohen? Po, këto raportet të cilët i gjeneron dhe publikon Agjencia Mjedisit shkojnë deri në Agjencinë për Planet Mjedisit, në parlament, në qeveri edhe institucione tjera komunale, por edhe tek OJQ. Zakonisht çdo problematikë i cili ulëmtohet ose monitorohet, si dhe dhënat për këtë problematik publikohen, atëherë për secilin raport janë të dhënat edhe janë rekomandimet të cilët duhet të veprojë vendimmarrësit. Për arsye se Agjencia Mjedisit në këtë rast bën monitorimin e mjedisit, bën mbledhjen e dhënave, si edhe përgatit raportet. Edhe në bazë të këtyre raporteve jep edhe rekomandimet të cilët vendimmarrësit në këtë rast politikat e qeverisë apo politikat e Ministrisë së Mjedisit duhet të veprojnë në këtë rast. Edhe ju rastësisht për shembull kemi raportin e gjendjes së mjedisit, i cili publikohet për çdo vit, edhe faktikisht ky raport duhet të shkojë në parlament, i cili duhet të aprovohet nga parlamenti, se ai plotson konditat e një raporti sipas ligjit të mjedisit apo jo, edhe në bazë të kësaj ky është një raport i cili jep citatën në vijat të trashët të gjendjes mjedisit. Politikat i merr qeveria në këtë rast me rekomandim të ministrit. Cilat rekomandime i keni bërë për shembull për vërshimet, për ndotjet, për lumenjet? Për shumë e qartë kjo se në vitin 2022 kemi publikuar një raport i cili është bërë në saj të degradimit të lumeve që është bërë nga eksploatimi i rreth zërzavurit. Dhe nga ulëmtimi që kemi bërë për 15 lumenjeve në nivel vendi për shembull, kemi nxjerrë që prej 8 lumeve nga gjithë këtyre lumeve, në gjitha pellgjet lumore, kemi identifikuar që janë të degraduar rreth 1765 hektar shtretër apo sipërfaqe për rreth shtretër të lumut. Kjo do të thonë që në këtë rast prinë lumi i Drinit të Bardhit, i cili është mbi 1386 hektar, mandej vjen lumi i Lumbardhi 5, që është mbi 200 ca hektar, Erëniku, mandej vjen Lumbardhi prej Zrenit, dhe disa pjesë të Mitrovicës, gjithashtu edhe nga pjesa e Anëmaravës. Faktikisht, ky raport është i publikuar, janë dhënë rekomandimet se si të veprohet, si duhet që të qasen kësaj problematike, si duhet që të eliminohen të gjithë operatorët eksploatues të cilët janë ilegal në këtë rast, që nuk janë të paktë për shembull që janë identifikuar, edhe duhet që të rrisin masat ndeshkuese, sidomos
ndaj operatorëve të cilët i te kalojnë limitet e lejuar të eksploatimit sipas licencave apo lejeve që i kanë lëshuar Ministria e Mjedisë. A keni bërë për shembull raporte dhe çfarë ka ndodhur tash me këtë eksploatim të lumenjeve? A kanë sjellur këto vërshime? Do mos se këtu kanë sjellur, por tash ne kemi pranuar edhe fotografitë dhe imazhet satelituar për vitin e kaluar nga Kopernikus, dhe faktikisht ne tashtin këtë vit do të bëhet një ulimtim i ri në lidhje me degradimin e lumeve në nivel vendi, që do të jetë përsëri këta 15 lumeje, të cilët do të hulumtohen në terren, do të monitorohen edhe do të shihet njëjta sipërfaqe se a kemi rritje degradim të këtyre lumeve apo jo. Edhe faktikisht kjo do të tregon trendin sa jemi duke shkuar në degradimin e mëtitëshëm të lumeve apo jo. Po gjithsesi shteti ka në dorë që të ndalë. Dhe ju rekomandimet i bëni, raportet janë, parlamenti vetë i miraton dhe në fund? Gjithsesi, ju thash politikat e ministrisë janë të ndarë përgjithësitë dhe secili duhet të bëj punën e vet. Zoti Marseli, përmendet para se të hinim në emision një fakt shumë interesant, që keni vërejtur ndryshime të Lombardit që prej 22 vitesh. A mund të na thuash çka keni vërejtur këto ndryshime? Po, faktikisht për 22 vite sa organizohet festivali, prej ditës parë, kur na kemi organizuar dhe deri vitin e kaluar kemi pa ndryshime të nivelit të ujit në kohën kur organizohet festivali, sepse festivali është i përvjetshëm edhe organizohet në vikendin e fundit të muajit maj. Në fillimet e festivalit nuk e kemi pas shumë problematike vëllimin e ujit për më ekzekutu gara në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndërkohë që vitet e fundit po shohim një ndryshim klimatik, që nuk është i bazuar në matje shkencore, po në ato problemet edhe ashtu që hasim na, e shohim që në atë periudhë, se për shkak se Lombardi është lumë malore dhe vëllimet e ujit ndikojnë edhe prej rreshjeve të borës, me mungesën e rreshjeve të borës, në periudhën kur organizojmë na festivalin ka mungesë të ujit, për arsye se malet nuk janë të mbushura me borë. Kjo ndallon prej vitit në vit, domethënë është një shifët, domethënë vërehet qartë një ndikim, qoftë edhe minimal, po një ndikim, një ndryshim për gjatë periudhës që na organizojmë festivalin. Nuk është, po thëmë që kemi matë këtë me ekspert, po është vetëm se na përballemi me çështje organizative. Lirisht agjencia mund t'ju kontaktoj juve për këto përvoja, sepse përvoja janë të vërteta vit për vit. Po, na jemi të gatshëm për me bashkëpunu sigurisht, edhe shqetësimi jonë është që në të gjitha organizimet kur bëhen edhe diskuton këto çështjet e sidomos lumeve ose përgjithësisht të ndotjes ambientit, të gjitha aktorët i kanë disa politikat veta, i kanë ato përgjegjësitë dhe mandej kur diskutohet gjithkush e merr atë, si më thon, ose ik përgjegjësisë, jo që ik përgjegjësisë, po as nuk më shefet mbas asaj perimetrit vet veprues, po është çështja çysh me i shtik to gjitha mekanizma me një zinxhir i cili funksionon. Domethënë, në të njëjtën kohë sa kanë faj qytetarët, kanë faj edhe institucionet, domethënë edhe politikat, domethënë janë disa faktor fajtor, cilët duhet ndoshta me një prioritet mu trajtu çështja e ujrave dhe lumeve, sepse unë nuk e di a ka në Kosovë lumejnë ku ti mundesh me shku dhe mulo sipas asaj që kam dëgjuar unë, gjithë lumenjt janë të ndotur edhe nuk munden mu përdor për shembull për ndoshta rekreacion. Sepse si pyetje po ja bëj. Po më bashkë kështu. Po të lutem, zoti Vesela, ju me që jeni prej agjencisë mjedisit, a mund të lahem me lumenj? A konsiderohet ndonjë lum i pastër që ti më shku me ose pin kafshët ujë? Në bazë të monitorimit që bëhen lumejt, për çdo muaj bëhet monitorimi i ujrave si profesor në 54 stacione monitoruese që bëjnë monitorimin e ujit si profesor. Janë në 4 kategorizime, se janë sa për këtë shkollës së ndotjes së lumeve, por ndotshmëria e lumeve në Kosovë nuk rritet mesatar. Domethënë nuk janë edhe në atë shkollë të lartë që ne pretendojmë. Cila është shkolla e lartë? Po shkolla e lartë është shkolla që nuk mund të jetojnë as ndonjë gjallësë, domethënë ato a ka nivele?
të ndotjes. Ka nivellit të ndotjes. Që ta dim cili nivel ndotjes për shembull. Ka nivellit të ndotjes për arsye se janë udhëzimi administrativ i cili përcakton shkarkimin e ujrave në kanalizime dhe në ujrat sipërfaqësor. Edhe që ato shkarkime në bazë të monitorimit po janë në atë aspektin varet për cilët parametra, janë apo janë metalet të rënda, apo elemente kimike të ndryshme. Mirë, që elementet kimike, metalet të rënda, në cilët lumenje për shembull më shumë ka ose. Po tashti është pak si e vështirë me dhënë përgjigje të tillë për arsye se janë përmbi 50 parametra të cilë bëhet monitorim fizik, kimik dhe metalet të rënda. Edhe ne mund të kemë gjurmë të metalet të rënda në ujrat sipërfaqësor, për arsye se ne, siç e dini, të gjitha ujrat urbane derdhen në lumej. Dhe fatkeqësisht ndoshta edhe ne kemi vetëm 4 impjante për trajtimin e ujrave. Ne kemi në Skënderaj një impjant, e fundit është në Prizren, në Gjapon. Ai Skënderaj me një shumë i vogël është. Po është i vogël, po është i parapohur për çdo kapacitetet të cilët janë për 10.000 banorë të cilët janë në Skënderaj. E kemi edhe 3 impjante tjera që janë në Rrafshin Dukaqin. Pritet që të jetë impjante për trajtimin e ujrave në Prishtinë, në Mitrovice, në Ferizaj, kështu varësisht prej investimeve të cilët janë pritet të ndodhin. Po, shumë interesant, për që të mbesim se ishte kjo tema e mbetorinave. A ka menduar ndonjëherë institucioni, Ministria e Mjedisit po bashkë me qeverinë, ose me rekomandimet tuaja që ndërtohet një incinerator? A mund ta bëjmë këtë? Aktualisht, që unë kam qenë edhe një takimin në fundi që ishte në Kopenhag, në nëntor, dhe kishim një takim lidhje edhe me trajtimin e sidomos të mbetorina, por edhe në lidhje me ekonominë qarkore, i cili është një proces në trend edhe është me prioritet në BE, por duhet jetë prioritet edhe tek vendi jonë, për arsye se ky prioritet është futur në strategjinë e integruar për menaxhimin e mbetorinave, i cili përfshin edhe një objektiv i cili është ekonomia qarkore. BE nuk e përkrah asnjëherë ndërtimin e incineratorëve për djegjen e mbetorinave, por faktikisht dhe realisht në të gjitha, pothuajse në të gjitha vendet e BE-s ekzistojnë incineratorë. Pikërisht në Kopenhag, i cili është zyra e Agjencisë së Mjedisit. Do thonë, është ndërtuar incineratorë për djegjen e mbetorinave, i cili pothuajse 30% e këtyre mbetorinave importohet prej Italisë për shembull. Ne që ishim në vizitë në këtë impjant. Dhe me ligjin e aktual, i cili ekziston për ligjin e mbetorinave, nuk kemi të drejtë që të kemi incineratorë. Pse BE-ja nuk e mbështet një fabrikë të tillë të ndërtohet në Kosovë, kur secili shtet e ka një fabrikë të tillë? Por tashti ligji i mbetorinave është në ridraftim. Edhe pothuajse gati në finalizim, dhe në bazë të këtij ligjit parashihet që do të kemi edhe një incinerator për djegjen e mbetorinave, sidomos për djegjen e mbetorinave të përzirë, të cilët nuk mund të riciklohen. Ato mbetorina nuk mund të jenë të paktë. Mund të jenë për shembull deri në 200.000 tonë në brenda një viti, për shembull. Po pse nuk po e përkrahej në BE-ja, nuk e mora përgjigjen? Po përgjigjen nuk unë tash atë përgjigje duhet me kërku për BE-s. Po ju e përmendet që ata ju kanë thënë jo në atë takim për shembull. Tash pse ju kanë thënë jo? A nuk i plotson kushtet Kosova? A është e rrezikshme, a është e vështirë mirëmbajtja, sepse incineratori është shumë i vështirë për të mbajtur. Gjithmonë ajo parashihet që të mirëmbahet, mandej shkarkimit në ajër duhet të janë në nivelin më të ulët të mundshëm, domethënë çdo jashtë në standardin e lejuar të shkarkimit të gazrave, por politika BE-s nuk e financon, nuk e përkrah në këtë rast. Po ana tjetër, do të thonë se cili vend i BE-s e kanë një incinerator. Na mund ta bëjmë pra, edhe pa mbështetjen e BE-s. Po ajo do të bëhet për arsye se ne nuk po mundim me zgjedh edhe zgjidhje sa i përket trajtimit të mbetorinave të përzira. Kemi shumë për shembull, sa është përqindja e mbetorinave të përzira? Po tashti krejt janë të përzira. Po. Domethënë kemi 450.000 tonë të cilët grumbullohen dhe qohen në deponim. Plus llogaritë kemi edhe një 18.000 tonë që vinë gjatë aksioneve të pastrimit të cilët shkojnë në deponi. Domethënë parafërsisht ne kemi aty të 468.000 tonë mbetorina të cilët aktualisht gjenerohen. Çka kishin përfituar përveç riciklimit të mbetorinave me këtë incinerator? Çka përfiton Kosova? Po me incinerator nuk do të thonë që incineratori zgjidh çfarë problemet.
zgjidhen një problem, një segment të mbetorinave të bërzier. Do të thonë që në këtë rast shumë vende mund të... A mund të fitojmë energji? Energjinë, mund të fitojmë energji, mund të zgjidhen problemin për një sasi të caktuar të mbetorinave të cilit e kemi në mjedise të caktuara, për shembull. Ajo mund të jetë varësisht prej gjenerimit që kemi. Ne po egzagjerojmë që mund t'i kemi deri në 200.000 tonë në brenda e vitit. A është llogaritur, a mund ta deni për shembull nëse më lejon të pyes për këtyre mbetorinave sa energji me atë incinerator mund të prodhojë? Po, atë kalkulimin varet prej teknologjisë, varet prej çfarë përmasash mund të jetë ky incinerator, por unë që kam pa për shembull në Kopenhag, për shembull ishte për 450.000 banor, ajo mbrana në ditës deri në 50.000 tonë mbetorina e djeg. Domethënë në temperaturën mbi 1 gradë. Edhe kjo do të thonë që ata kanë një impiant me standarde të larta, dhe kanë investu, do të thonë, këtë drejtim. Mirë po... A do të kemi mbetorina pastaj për një incinerator të tillë? Se ndoshta mund të mos kemi një ditë? Po, nuk do më thonë që ne du... Çka ndodh më pas? A mos është ky kundërshtimi BE-s? A duhet të blejmë mbetorina pastaj ne? Ne po duhet të jap praktikat që ekzistuesi që ne kemi qenë në Sloveni, kemi pasur që në Slovenia kishte në plan të ndërtimit të një inceneratorit të tillë për zgjidhjen e këtyre mbetorinave të bërzier. Mos është nuk ka zgjidhje. Nuk ka zgjidhje. Ajo është mbetorinë e bërzier që nuk po mund ta riciklojmë, nuk po mund ta ripërdorim, edhe sipas standardeve mbetorinat duhet të shkojnë me minimum, maksimumi 2% krejt kjo sasi e mbetorinave që gjenerohet në vend duhet të shkojnë në deponi, jo më shumë. Mirë, me të paricikluarat nuk po arrim të bëjmë zgjidhje, po me të ricikluarat a kemi bërë zgjidhje? Për riciklim kemi një sasi 3.5 deri në 5% maksimum që mund. Për riciklim? Për riciklim. Ricikluar mbetorinën në Kosovë, jo më shumë. Domethënë, ne ende kemi një menaxhim linear, apo ta quajmë klasik të menaxhimit të mbetorinave. Gjenerim, transport, deponim. Domethënë, kjo është një fatkeqësi. Po këto deponit, zoti Vesela, ishin jo legale, nuk kanë licencë. Edhe këto që ju themi në deponi. Nëse nisim nga ky princip, për shembull, këtu janë investuar krejt nga fondet e BE-s. Po, BE-ja nuk vjen për të na licencuar, licenca duhet mirën e institucionet shtetit, apo tipet? Për shembull, ndërtimi kur ka ndodhur këtyre deponive është viti 2012-ën ju ka dalur afati licencave dhe ato nuk janë rilicencuar. Dhe me thënë, edhe këto deponit që janë, nuk janë deponi ligjore, të ligjshme. Asë një deponi nuk ka pas licencë. Jo që s'kanë pas, po s'kanë pas asë njëra. Dhe me thonë, edhe faktikisht, edhe pse këtu deponi që egzistu se sot është kërkuar që të bëhet të pajisë me leje të integrumë, por forma e menaxhimit e tyre që është ndodhur sot, qoftë nga 3 deponi që kemi nga komuna, por edhe 5 deponi tjera që janë nga KMDK-ja, nuk i plotësojnë standardet sipas udhëzimit administrativ për menaxhimin e deponive, por as sipas standardeve së direktivës europiane për menaxhimin e deponive. Kam sigurisht shumë pyetje të tjera, a deshte që të kyçesh, po? Më ndërlidh me problematikën e deponive, se pjesa e Zhupës ku kalon shtrati i Lumbardit, për shembull ata nuk kanë deponi. Është në çet problematik ata duhet me bëni zgjidhje. Domethënë deponinë më të afër duket e kanë me disa kilometra larg, duhet prej pjesëve malore me shku me hudh mbetorinat. Domethënë që kjo është një problem që po thomën shqetësimi janë është edhe ujë, vëshimet e gjithçka. Kjo është halli, edhe këto mekanizma nuk po funksionojnë. Domethënë edhe ata që gjenerojnë mbetorin, ata e kanë një hall, kanë një nevojë qysh me sistemu, qysh me menaxhuat mbetorin. Edhe mandej gjithë këto nga një pikë edhe në fund ajo po bëhet problematik që për shembull nëse një qytetar e hudh mbetorinën në lum, çaj ujë ka më shku ka me i vadit që ato zarzavatet që ka mi prunë në tryezë. Domethënë që kjo është pika ku shqetësohemi ne se. Prandaj pyeta unë pak më herët për ndotjen e lumenjeve, se nuk është vetëm një ndotje e thjeshtë. Aty bëhet ujitja, vaditja, në bujqësi që e përdorin, kafshët, zogj, pinë, dhe prandaj nuk është se lidhet veç njeriu. Çështja e menaxhimit
është shtrirje në decentralizum, do të thonë është në nivel lokal. Kemi para që ta menaxhojmë, por ligji për mbeturina i autorizon ose kompetent kryesori është komuna në këtë rast. Komuna autorizon kompaninë. Kompanitë, secila kompani që autorizon komuna duhet jetë i pajisur me leje mjedisore apo me licencë që ka qenë më herë. Edhe ato janë obligativisht, qoftë është publika apo private, varësisht prej kontrollit që ka bërë, ajo e menaxhon në territorin të cilin autorizon komuna. Kështu që deponi më të shohim tash deponinë që ndoshta i kanë skaduar fati i jetë gjatësisë së tyre. Por Kosova në ka hapësirë për me hapë mo deponi të reja. Deponit do të zvogëlohen për kontrazimin e të armë, për arsye se ne parashikojmë. Nëse ndërtohet incineratori, atëherë s'ka nevojë për deponi, apo? Jo vetëm incineratori, se incineratori mund të zgjidhë vetëm një segment caktuar të beturina, po ne do të shkojmë në drejtim të transformimit nga menaxhimi linear i beturinave në drejtim të ekonomisë qarkure. Pse po them këtë ekonomisë qarkure? Për arsye se ne do të shohim të bëhet riciklimi i beturinave. Domethënë, ne patëm një mundësi në vitin 2025, kur ju dha mundësia një konsorciumi të kompanive më të fuqishme, eksportuese, importuese dhe prodhuese, si edhe biznise me pakisjon, që të formojnë një konsorcium siç ekzistojnë edhe në vendet e perëndimor, që ekzistojnë mbi 37 vendet të botës, ku bëhet kthimi depozitave. Çka do të thonë këto? Kemi kthimin e shishëve plastikës prej 250 deri në 2 litra, mandej kemi kanaqet, si edhe kemi kthimin e shishëve të cilësit. E pse u ndalua, pse u stopua? Pse s'u bë? Pse u ndërprej, pse s'u bë? Këtë mundësi, për shembull, ne nuk duhet të imë në ato detalet të kësaj, për arsye se ishte 11 kompani të cilët idealisht e formuan një konsorcium. Ato duhet të regjistrohen si OEC të veçantë dhe nuk arritën të plotësojnë. A keni informata pse nuk e bën? Ne kemi informata, po ajo është një problematik në vete të këtyre kësaj strukture. Ama ata janë pjesë e shtetit, po struktura jo prapë, po pse nuk u bë? Po ishte për arsye se nuk arritën të plotësojnë standardet sipas kërkesës së udhëzimit administrativ për amballazhe dhe beturimet amballazh. Për arsye se kjo janë dy kushte të cilët duhet të plotësojnë sipas këtij udhëzimi administrativ. Njëra është përdorimi i qesëve plastikës, të cilët ne kemi përcaktuar që tash veç i shesëm prej 25 deri në 50 mikrona që shritin 0.05 cent, dhe kjo një raport që pritet të publikohet prapë do të shes që Kosova është në trend pozitiv sa i përket përdorimit të qesëve plastikës, jo që ka ndodhur më herët, edhe përcakton edhe kthimin e depozitave. Kthimi i depozitave për arsye se është një problematik mjaft i madh në Kosovë, se rreth 600 milion shishe gjenerohen dhe hudhen në ambientet mjedisore të Kosovës. Në Kosovë, 600 milion, dhe më që shishet plastikës, kanaqe edhe shishet qirshit. Po llogarit e 365 ditë me 1.5-6 milion banor, edhe faktikisht ajo ta egzageron këto që... Po gëzohem që nuk hyte këto 600 milion shishe se kryesisht nuk thishë. Edhe kjo tash për shembull që kjo krejtësasi, volumi i tërë i kësaj mbeturinë të shisheve, në sa e të këtij konsorciumi është dashur që ky proces të fillojë në vitin 2027, edhe të grumbullohen krejt. Do të thonë kjo do të ishte që 600 milion shishe nuk do të ishin më në ambientin. Kur do të bëhet? Kur mund të aplikohet depozitimi? Depozitimi nuk ishte prapom të jetë në 2027, por me qenë se ka ngjesë ky proces, parashihet që pse ka ngjesë? Vetëm për shkak këtyne? Po kjo është se ti u ka dhënë mundësia, kështu është në instalume, do më thonë edhe në vendet bërej, shumë në demokraci kështu funksionon. Demokracisë, për arsye se duhet formoj konsorcium që të jetë për këtyne eksportuesve, importuesve dhe prodhuesve, si dhe shitësve në Mos konstituimi i qeverisë dhe i parlamentin, a ndikon në këto vendime? Gjithsesi ndikojnë. Direkt? Direkt ndikon, për arsye se tashti
mbetet me një vendim të ri të ministrit për shembull se si do të zhvillohet ky proces. A do t'i kalohet një kompanie siç është KMDK për shembull. Megjithëse edhe me ministra në detyrë, a mund ta bëjë edhe ministri në detyrë një vendim të tillë? Nuk e besoj që mund ta ketë një fuqi të tillë, po thot logjikisht po flas, nuk mund më thonë që mund të jem zëri i ministrit me folën këtë me politikë. Do të thonë, jo pse i zëri i ministrit, po ju jeni në agjentësi më gjatë se sa një ministër dhe i dini këto veprime. Është problemi se kemi këtë periudhë një vjeçar gati pothuajse po mushet edhe është qeverinë e detyrë. Që mund të vazhdoj. Në fund, tash, Bunar Festi së shpejti do të organizohet edicioni i 22. Sigurisht janë të shqetësuara, mund të jetë i ndotur, përveç aspekteve të tjera. I ndotur. A ka njerëzit hezitim që të futen, për shembull, në ujë? Po tash nuk kemi pas rast që dikush ka refuzuar me hyje në ujë, se ajo me sy nuk është që vrehet. Po shihet tërbollira, shihet një ngjyrë që nuk është krejt natyrale. Tërbollira mund të jetë edhe gjatë vëshimit, kështu që tërbollira nuk është një indikator i cili paraqet. Mirë, ndotjen. sa është i pastër Lombardi, a keni bërë për shembull ndonjë matje? Sa është i ndotur? Ne kemi ashtu nuk mund të jap statistikë shumë saktë me parametra. Po këto parametra unë të garantoj që mund t'i dërgoj edhe mesatare për secilin element që mund ta kesh ty si gazetar lumtues në këtë rast, edhe e sheh gjendjen reale se si është. Domethënë ne e bëjmë krahasimin këty në ujëra, shkarkimin në kanalizim dhe shkarkimin në ujëra sipërfaqësor. Janë limitet caktuar në bazë të këtij udhëzimit. Kështu që na në bazë të këtij në rregulla punojmë. Po, a keni mbajtur mend për këtyre dhënave, sa është i ndotur Lombardi? Veç këtë desha që di. Mesatarisht, ne nuk mund të thonë se në bazë të shkallëshmërisë është e ulët, e mesme dhe lartë. Domethënë, shkalla më e lartë e ndotjes nuk ekziston. Për arsye se në moment që ekziston shkalla e ndotjes, më njerë ekspozohet edhe dalin në shesh, domethënë fauna që ekziston në lume, pse do mos e peshur, dalin që janë të ngordha, kështu që. Prej Lombardit, liçeni Vërmicës është shpesh i mbushur me betorina, me shishe të plastikës. Sigurisht. A kanë ardhur ndonjëherë nga kuksi të ankohen në Prizren? Po, ata direkt ne nuk jo në anku, po në përse që ata e kanë një ankesë, sepse është problematik që vrehet ajo në momentin kur ka vërshime ose nivellet të rrituna të lumenve në Kosovë, atje krijohet një deponi e beturinave. Kjo mandej ndikon, nuk po flas ndoshta bashkë për pjesën e Kuksit, po në Vërmicë, për shembull liçeni Vërmicës, kjo ndikon direkt edhe në aspektin e zhvillimit të turizmit, ku ka pas raste kur edhe në Prizren turistat kanë shpreh në intervista të ndryshme, e kanë vrejt edhe kanë shpreh atë, si me thonë, e kanë vrejt që Lombardi është i ndotur. Gjatë që kohëve të fundit, është 3 vjet të fundit, nuk vrehet shumë, sepse edhe në momentin kur ka rritje të nivelit, puna efikase e hidroregionit reagojnë shumë shpejt edhe i sanojnë ato. Po, ju vetë jeni aktivist mjedisor, jeni drejtori Bunar Fest, plus me rëni me çështje sportive gjithashtu, po sigurisht bashkëpunoni edhe me organizata që mirë me mjedis, është ecmë ndryshe. Apo arrini që të bëni fushata ndërgjegjësuese që të mos ndoten lumenjit, sepse pas vërshimeve po sjellin edhe probleme të tjera. Sa përket Bunar Festit si organizator dhe si festival, unë edhe kolegëve të mi dhe njerëzve që në rafër me, më thonë, na po dojmë marrë vesh me Lombardin. Ka që kemi kapacitetin, po dojmë me ndiku direkt në qatë rjedhë me mujtë me përmirësu gjendjen e lumë, po sigurisht që po, organizatat jo qeveritare në Kosovë që mirën në këtë fush, gjithmonë janë bashkëpunuese dhe të gatshme me ndihmu edhe me bo një punë ma shumë në këtë aspekt. Kështu që, po thëmë, dhe na e bojmë pastrimin e lumit, po ajo është vetë simbolik, nuk është që... Po e bëni vit për vit, se paku. Po. Zoti Veselaj, në fund, sa mund të ketë pasoja diplomatike dhe ligjore, pra derdhja mbeturinave bashkë me lumenit të ndotur tash në këtë rast në Shqipëri, e pastaj edime dhe reagimet që i ka pasur Kroacia ndaj Shqipërisë, pastaj Shqipëria ndaj Kosovës, lidhur me ndotjen ndërkufitare? Zakonisht Kosova ka memorandum me kuptimit në shkuar për kalimin ndërkufitar të ujërat, për shembull, edhe çështjen e mjedisit, edhe me Republikën e Shqipërisë, por edhe me Maqedoninë. Këtë nuk e kemi me Serbinë, as me Malezinë, për arsye se kemi 95% të ujërave të cilët
burojnë në Kosovë, dalin jashtë kufijeve tonë. Dhe faktikisht kanë të drejtë se cili vend, cili e kalon me këtë marrëveshje, për shembull, mund të reagojnë edhe të shprehin shqetësimin e tyre. A mund të paditemi ne si vend si Kosovë, si shtet? Edhe pse nuk është tashti ky memorandumi i bashkëpunimit nuk parashëqë aspektin që është edhe obligativ ligjor, për arsye se kjo është një marrëveshje me kuptimit edhe që mund të bashkëpunojmë. Nuk ka efekt juridik. Gjithmonë nuk ka akt efekt juridik, për arsye se ju e dini që memorandumi i bashkëpunimit gjithmonë secila palë mund të tërheqë kur të dënë, për arsye se kjo mungon. Mirë po, faktet që ne shkarkojmë mbetërinë, sidomos plastiken, shiti plastikës, është mëse evidente, unë përmend statistikat vetëm bazë të kalkulimit që mund të vlerësohet, dhe ky efekt po shihet në liçejt akumulues të cilët kalojnë Shqipërinë, mandej edhe në detin Adriatik, i cili faktikisht është një sasi jashtëzakonisht e madhe dhe është mjaft shqetësuese për arsye se mund të ndoten këto ujërat jo vetëm me mikroplastik, por edhe me kemikatet të cilët përmbajnë këto shishet plastikës. Ju falenderoj shumë. Besim sigurisht në këto rrjedhat e temave të mjedisit, sepse kemi shumë të tilla. Ju faleminderit. Dhe në fond, ju ftoj që ta ndiqni një kronik të cilin e kemi përgatitur pikërisht se pas vërshimeve sa mbetërina dalin, edhe çfarë ndikimi ndërkufitar mund të kenë ato, sepse Kosova mund të ketë pra probleme edhe ligjore, por edhe diplomatike, siç pra në një farë forme ka kërcënuar edhe Kroacia Shqipërinë për mbetërina, pastaj Shqipëria është ankuar se këto mbetërina po vinë prej Kosovës. Megjithatë ne e dimë që edhe Shqipëria hudh mjaft mbetërina, por mbesim pra me rrjedha të tjera të temave e në këtë ciklin e emisionit që pas vërshimeve çka ndodh, si mund të zgjidhim këto probleme mjedisore. Faleminderit dhe takohemi të jetën e ardhshme. Mbeturinat në lumenje dhe pas vërshimeve, një krizë e dukshme mjedisore. Pas çdo vërshimi, pamja përsëritet. Lumenjet mbushen me mbeturina, ndërsa brigjet kthehen në deponi të hapura. Plastika, mbetjet shtëpiake dhe materialet inerte nxirren në sipërfaqen nga uji, duke zbuluar një problem të kamatshëm, hedhjen e pakontrolluar të mbeturinave dhe mungesën e menaxhimit efektiv. Gjatë rreshjeve intenzive, mbeturinat e grumbulluara para lumenjeve dhe këto grumbullime të mbeturinave, që janë ilegale, shpërndahen me shpejtësi. Ato bllokojnë rrjedhën natyrore të ujit, përkeqësojnë vërshimet dhe rrisin dëmet në shtëpi, e infrastrukturë dhe në tokë bujqësore. Në vend që të zbusin rrezikun, lumenjet e ndotur e shumëfishojnë atë. Por ndotja nuk ndalet brenda kufive. Lumenjet e Kosovës janë pjesë e pellgjeve ujore, ndërkufitare. Drini i Bardh, Ibri, Lepence dhe Morava e Binqës bartin mbeturina dhe ndotje përtej kufive shtetëror, duke shndruar një problem lokal në çështje rajonale. Mbeturinat jo vetëm që po shkaktojnë dëme mjedisore, por edhe dëme shtetërore. Ato nuk njohin kufi, prandaj shembull nga rajoni tregoi se ndotja ndërkufitare po merr edhe dimension diplomatik. Kroacia së fundmi, përmes institucioneve të saj, ka kërkuar llogari nga Shqipëria për mbeturinat që përmes lumenjeve përfundojnë në detin Adriatik dhe më pas në brigjet kroate. Ky rast dëshmon se ndotja e ujrave nuk është vetëm çështje mjedisore, por edhe përgjegjësi ligjore dhe politike mes shteteve. Ekspertët paralajmërojnë se vërshimet veprojnë si mekanizëm shpërndarës i ndotjes. Plastika, mikroplastika, ujëra të zeza dhe mbetjet industriale përhapen në distanca të gjata, duke ndikuar në cilësinë e ujit, ekosistemet ujore dhe shëndetin publik. Pasojat janë afatgjata dhe shpesh të padukshme në momentin e parë. Sipas marrëveshjeve ndërkombëtare për ujëra ndërkufitare, shtetet kanë detyrim të parandalojnë ndotjen që shkakton dëme jashtë territorit të tyre. Megjithatë, mungesa monitorimit të përbashkët, bashkëpunimi rajonal dhe zbatimi të ligjit e bën këtë detyrim më shumë formal se sa të vërtet. Pas tërheqjes së ujit, mbetet sfida e pastrimit. Komunat ndërhyjnë me aksione emergjente, por pa parandalim dhe politika afatgjate. Mbeturinat kthehen në lumenje me vërshimin e radhës,
e kostoja financiare rritet, ndërsa problemi mbetet i njëjtë. Rasti Kroaci-Shqipëri është paralajmërim edhe për Kosovën. Ndotja nuk njeh kufi dhe përgjegjësia nuk mund të shmangët. Zgjidhja kërkon menaxhim të qëndrueshëm të mbetorinave, mbrojtje të lumenjeve dhe bashkëpunim rajonal, sepse ajo që hidhet sot në lum, nesër mund të kthehet si problem ndërkombëtar.